Me shpirt në rëdham duruëm në këta sketer. Lirina ndruëm të nata e bëmë në ster, e zemra tona atë për flamuar rokën. Se nuk dyshuëm në kur që shpet havon nga ty naja rënd, atë dheu do të shkundesh. Dhe si një perlë nxjerrën prej fundesh, ma e bukur do të shkeqen të pesa jo. Vuaj, por qëndro. Merë zemër tek burnia, e vtis duke përvoritun, rroft Shqipnia. Një fotografi e tillë në bardhë dhe zi, me tonet e viteve 30, të kujton një kohë disi të largët, mbi gjysmë shekulli përpara. Është e djaloshit Arshqipipa, që pas 30 e ca vjetësh kthehet përsëri në ardhve, tashmë i thinjur, por me zemër të re. Kemi dëshirë të kujtojmë bashkë me të rrugët e rrugicat ku është rritur, vendet e dashura të Shkodrës ti, ku me shokët, miqt dhe familjen ka jetuar ato çaste të fëminisë së parë, që nuk harohen për të rjetën. Vinë val në mend ata që s'janë më. Babai, intelektual nga Libohova që punoi me ndeshmëri si gjyqtar e që bashkë me nënën rriti, edukoi e shkolloi fëmijë të sjellshëm. Vjen si i gjallë vëllai Muzaferi, që u vra mizorisht pas luftës. Vinë edhe shumë të tjerë. Jam lindur në Shkodër në 27 korrik 1920, po e them këtë sepse po shoh se kam një tjetër datë lindje në regjistrin e gjanës civile. Aty ishte 23 shkurt 1920. Kam lindur në Shkodër nga një babaj cili vinte nga Libohova, nga nana që ishte shkodrane. Këtu në Shkodër pastaj kam ba mësimet e fillores edhe të mesmes. Nofta është interesant të them se filloren e kam marruen në shkollën e jezuitëve. E ma vonë kalova në gimnazin e Shtetit, edhe aty kam ba 8 klaset e gjimnazit, edhe prej andej mora maturën, e me i fjalë rritja jeme ka qenë shkodrane.
janë ndërtesa e shkollës së dikushme të jezuitëve, ku ai mori mësimet e para. Edhe pse sot në një gjendje jo të lakmueshme, ajo të ndjell kujtime dhe ngjarjet e dikurshme. Dhe flet për to me mall profesorin nderuar, tregon ngjarje nga një kohë tjetër. Por më mirë, dhe pse e largët, fëminia vjen nëpërmjet gojës të shokëve e miqve më të afërt. Se ndër të gjitha ata që kemi qenë në motor, ai i cili doli më mirë se asnjë, kje ashtu. Më kujtohen, si në përmend, ndeshjet e futbollit që kemi banë mes klasave. Arshia ka kanë një nxënës i shkëlqishëm gjithmonë, ka studiu gjithmonë, ma tepër se sana, por edhe shokët nuk i ka lënë. Njëherë me arshiun, kam kënë një 7 vjeç. Kërka në kje më i mbase vetë, edhe kena lujtë të. Unë trishin lajë e perash, kërritën parucë. Si fëmija që bashkohen në oborën e shpisti, kemi lujtë top për parë në herë. Tash, a ka kënë top pecet, top plastikut, këtë se di, se më duket njështë. Me Arshipipër na kemi qenë bashkënxënës, si më thonë, në shkollën në gjimnazin e Shkodrës. Kështu që e njohim, si më thonë, njëri tjetrin shumë mirë. Edhe gjithmonë me të përmend ato përshtypje që kam formuar qysh në të moshë për te. Do të thonë, ishte një njeri i thjesht, i mirë, shumë i përmajton dhe shumë inteligjent. Nuk mund të harroj fëminin që kemi kalu bashkë, as më tepër edhe rinin, në cilën e kemi ba për para vitit 38, se në 38 i tha me fund shkollës këtu, në vend. Kemi pas një shoqëri, mund të thamë mase vllaznore me te. Qoftë unë në shtëpi ti, qoftë ai në shtëpi tonë, ishte si një vlla i dytë, ose i tretë, se nuk kisha edhe një vlla tjetër. Pra nej, në ka lidhë jo vetëm, si me thonë, ajo shoqëni e madhe, po më në fund në ka lidhë edhe vetë shkolla që i bame së bashkët në Shkodër. Pas mbarimit të shkollës së jezuitëve, Arshipipa vazhdon gjimnazin në Shkodër në degën klasike. Pikërisht aty lart në katin e tretë ka qenë klasa e tij. I dhënë shumë pas mësimeve, ai shkëlqente veçanërisht në hartimet, që shpesh mësuesit i lexonin para klasës. Mbaroi gjimnazin më 1938. 18 vjeçar shkon në Firenze ku hyn në Universitetin e atij qyteti në degën e filozofisë. Mbron dizertacionin me temë Morali dhe feja tek Bergsoni në vitin 1942 dhe vetëm 22 vjeçar fiton gradën doktor në filozofi. Jam rritur pranë një atmosfere cila mund të karakterizohet si nërthojza demokratike për atë kohën, që ishte, me urrejtje për diktaturë, dhe çfarë do tipi qoftë ajo, me një farë ngjyrimi të krishten, po doni, po përdori këtë fjalë, sepse fillova studimet e fillores një shkollë jezuita, dhe fillova të kuptoj pak nga bota katolike, nga besimi krishten. E kështu, kur vendosa që shkoj në universitet, ahere caktova që të vej në Firenze. Më kujtohet se kur vajta në Firenze nuk e kisha caktuar me të vërtet akoma nëse do të studioja letërsi
apo ekonomia, edhe ekonomia më pëlqente. Kjo çështja e ekonomisë, kjo ka një kapitull të gjatë, kjo lidhet me Karl Marxin. Një mënyrë paka shumë interesante. Kur isha në klasën e 5 dhe kishim si profesor të gjuhës shqipe Skënder Luarasin, i cili ishte komunist, komunist i ndershëm. Unë me që kisha mësuar frëngjisht, se me frëngjishtin filluam në shkollën e mesme, dia ishte mundur për mua si të lexoje një tekst të shkruar frëngjisht. Edhe në atë kohë kur bëhej rekrutimi i studentëve për të hyrë në Partinë Komuniste, në atë kohë ndolli që një prej shokëve të mi të klasës, Vasil Lazari, më dha për të lexuar një libër i cili ishte mi Marxit. Flitte mi doktrinat ekonomike të Marxit e pastaj flitte edhe mi personin e tij, mi zhvillimet e doktrinës së tij. Më bani përshtypje në disa pasazhe në cilat Marxi, në cilën Lenini kritikohej si një njeri i cili kishte devijuar nga marksizmi i vërtet. Unë natyrisht në ato kohë nuk disha se që është socialdemokratësia ose si janë zhvilluar të rrymat e ndryshme marksiste në Europë, po kjo më bani përshtypje. Edhe kur Vasili erdhi më tha, si të duka në kënej, thaç, jam shumë i kënaqur që pata mundësinë të lexoj këtë libër, se mësova diçka nga marksizmi. E i thash, po paku çudita kur pash se Marksi nuk pas ka qenë dakord, ose të themi, marksistat nuk pas kanë qenë dakord me leninistat. Jo, tha, s'është e mundur ajo. I thaç, ja ku është libri, dhe i përktheva ato pasazhet, mbeti shumë keq. Edhe më tha, po më jep tha këtë libër, sa se do t'ju tregoj aty në shokëve të mirë dhe pastaj flasim. Po pastaj nuk folëm më kurrë, kjo desha të them. Se ata kuptuan më herë që shkalla editorisë time të asaj kohe ishte e tillë që të mund bënte kritika, fjalë. E kështu shpëtova nga komunizmi, me fjalë. Kjo ka qenë një fenomen important i rëndësishëm në jetën time. E më vonë kur shkova në Firenze si student i filozofisë, se harrova t'ju them në fund, saktova as për letërsinë tamam, as për doktrinet ekonomike tamam, po për filozofinë. Apo regjistrova si student i filozofisë. E si studentat filozofisë na kishim të drejtën në atë kohë, edhe pse ishte fashizmi në Itali, që të merrshim libra nga biblioteka, të studiojshin, edhe në këtë mënyrë kam lexuar veprat e Leninit, e sa për ato të Stalinit, ato sa ju holla një sy në fillim edhe i pash, domethënë se ai niveli kultural i tij ishte i dobët, po nuk meta i kënaqur as edhe me Leninin. Tash ju e kuptoni se në kohën kur unë bëja këto studime, kisha të bëj me njerëz si Spinozën, si Kantin, apo jo, me kolosa të filozofisë, edhe kuptohet vetvetiu që këto idetë e tyre politike ose filozofike, themi, se mund të flitet edhe për filozofi ndërta, ishin shumë larg së barazuari me ato që dëgjoja në klasë për sa profesorash të mëdhej. Universiteti i Firences ka qenë një universitet i dalluar, kanë qenë sa njerëz me renome ndërkombëtare, e këtyre gjërave që lexojsha. Kështu që edhe ajo ka qenë një gjë pozitive, se kur filloi kjo lëvizje nacionale qëndrimtare, ahere as unë as im vlla ne nuk morëm pjesë në te. Thonë, na vinte mirë që të bëhen diçka ndryshme këtu në Shqipëri, po jo në formatin komunist, ose të themi më mirë në formatin stalinist, ose këtë do ta them edhe ta përsëris, se nuk ka një komunizëm, dhe ka shumë komunizma. Edhe për të qenë njeriu precis i saktë në këto punë, dhe nuk duhet që të drejtohet që
komunizmin ta kufizoj vetëm të stalinizmi. Ka shumë ngjyra të ndryshme, ka trotskizëm, ka maoizëm, këto izma tjera u zhvilluan me vonë dhe kështu që ka ndryshime të mëdha midis një doktrine dhe një doktrine tjetër. Këtu në Shqipëni në fatkeqësisht kemi patur stalinizëm e vetëm stalinizëm. Se në atë kohë kur filloi përhapja e komunizmit në Shqipëri, kultura shqiptare ishte e ulët, njerëz të cilët kishin studiuar për jashtë që mund të kishin kontakt me këto ndryshimet midis komunizmave të ndryshme, këto nuk jeshin, edhe me që Stalini në atë kohë adhurohej prej komunistave sikur të ishte trashëgimtari i vërtet i leninizmit, i marksizmit, e ai nuk është asin i leninizmit e asin marksizmi si trashëgimtari i vërtet. E kjo që këtu është quajtur marksizëm, leninizëm, kjo s'është kur gjë tjetër vetëm stalinizëm, hiç gjë tjetër, stalinizëm. Ka shumë pak nga Marksi, ka diçka nga Lenini, e pastaj ajo bolleku tjetër që vjen, ajo është ajo mënyra e interpretimit të Stalinit komunizmit. Edhe është një mënyrë krejt e gabuar në pikpamje doktrinare, në pikpamje filozofike, ka diçka që quhet edhe filozofi marksiste me domo, se marksizmi është një doktrinë shumë e gjerë, e cila është përhapur në gjithë botën, e cila është futur në për të gjitha drejtimet shkencore, është diçka e cila duhet merret seriozisht, apo jo di, nuk është sikur të lexosh historinë e shkurtër të bolshevizmit, e cila ka qenë krijesa e Stalinit. Ka historian të mëdhej të cilët janë marksistë, ka letrar të mëdhej të cilët kanë qenë marksistë, apo jo. Njërin prej tyre kemi pas me origjinë shqiptare, që ka qenë Gramsci. E do me thënë, isha i tillë herë kur u arrestova, kisha këtë bagazh editorie, sidomos teorie, edhe nuk mund të bëhesh komunist me një fjalë. Na është propozuar kushe disa herë si mua si ti më dha për atë punë, po e kemi me januar, po. Fashizmin e kemi luftuar, maj sa kemi mundur, im vëlla sidomos ai ka qenë internuar në Ventotene, ka një histori të gjatë edhe ai, po kemi bërë atë detyrën që duhej bërë, sikurse e tha dhe Njaziu kur u pyet këtu. Në shkollë më kam patur gjithnjë një platformë e cila duke qenë themelisht shkencore, ka qenë edhe patriotike. Njëkohësisht jam munduar si nxjall në nxënësit dëshirë për studim, dëshirë për objektivitet shkencor, historik, e natyrisht dashuri për Shqipërinë, po se jemi shqiptar. Në vitin 1945, Arshi Pipa arrestohet dhe futet në burg. Deri në vitin 1956, pasi dënohet edhe për herë të dytë nga një gjyq në burg, kalon nga burgu i Tiranës në atë të Durrësit, pastaj në Vloçisht të Korçës, në burgun e Kalasë Gjirokastrës, në burgun e ri të Tiranës e në fund për 4 vjet në burgun e Burrelit. Në qoftë se qelat e burgut dhe telat e kampit janë realitet, a janë më pak realitet njerëzit që u torturuan ndër këto qeli dhe që vdiqën nga uria ndër ata tela? Shkruan ai në parathënien e librit të burgut. Unë jam dënuar 2 herësh. Një herë u dënova me 2 në burg, se kur më kapnin nuk kishin. Jo fashizëm, jo andej këndej. Në burg kanë qenë disa prej studentave që kanë patur në këtë shkollën e Durrësit, si Zini Dervishin, Ismet Sërlojin, Fajin, i harruam atë. Edhe aty kemi zhvilluar disa herë dhe si një farë shkolle paka shumë, se ishim në një qeli, në një dhomë, do më thonë edhe aty kanë filluar një farë vazhdimi të edukimit në shkollë.
me ca tekste. Kam vazhduar pastaj si të shkruaj në këto letra cigaresh edhe vjershat që u botuan më vonë tek libri i burgut. Pse o shok? Edhe këte kore ku shpirtin kam pse ma namë së dore. Dhe nga ta mi ka vjelë mu shkrit. E jam pasja pa dritë, qelë. E di se ke nevoj, se veç t'u i vjellë si ti mund t'roj. Po pse me më zjedhë bashkë muhe, e sot në këtë ditë. Apo mos dënë, ti kafsha, me ngja njeriut, me men e di, në knatësin e t'hollë, tu i fliju e një fli. Kujtohet kur fëmijë të rritun të tishni me vajgur të kurthë. Falë më Zotë, të i broj rritun. Ate po vuj e dhonë, Zotë. Poezia mua më ka shpëtuar në këtë mënyrë se më ka mbajtur të gjallë në mënyrë që mundja gjithnjë të vjesha në kontakt spiritual me këta të mëdhejtë. Ndoshta edhe për rast ka qelluar kjo më tepër se sa për një vendim të qartë në ana ime. Kam studiuar shumë këta më të mëdhejtë, Goethen, Danten, Spinozën, në burg. E kam qenë me fjalëteri i armatosur. E kjo është punë e madhe, kur njeri është i armatosur. I armatosur me kulturë do të thotë njëkohësisht të kesh edhe kurajo civike, apo jo se edhe ajo është pjesë e saj. Me një fjalë, dituria e vërtet, ajo t'jep fuqi. Ajo t'jep fuqi. E mua më duket gjithnjë se letërsia e ka këtë funksion, se e derdh njeriu në njerëzimin përgjithësi me të mirat edhe me të metat, edhe kështu që njeriu kur i derdhet letërsisë, fillon e kupton nga bota. Te shkolla që dikur pa të kene jona, na prunë me bartën burë, me shtyva kone. Por leshin shokët klasët e vishin e na shifshin, na qyrshin sa në klasët, e nuk në njifshin. Sa ata që në ndanë me mure me tela, të rrini largu thanë, janë kriminella. Po kur filluat nga kanët tona kontare, që bashkë ndumë, që në bankët, drabetare, e pa më shokë si më rolet, si nga shëryet, e thire i soni falet tu i havan kryet. Këndojshim na, një polis dhamet i kërciste. Me em dhe vilni për e goje kanët fashiste, ju qena reakcionar, ju kriminele, ju duhet më ju varë në Çengela. E kur këto dëgjojshit, pa mundën me baza, syt nga qielli i qojshit, deri kurma. Por mos u të shkëroni për ne ju shok, se hekri këti vargoni që keq nga ka rok. Kur lem të mishit danga, ka lanë stigmat, çka sot na shihni pranga, nesër do t'jetë shpat.
Unë kam shruar edhe vjersha italisht, edhe këto i përkëtheva shqip, pastaj edhe disa prej këtyre vjershave, sidomos ato që shkruan në Firenze, që kanë bëjnë me Fiesole, me Caven e tjera historike italiane, ato u futën te Meridiana. Kisha botuar pastaj edhe një vjersh tjetër e cila është inspiruar, nuk e di se prej ka diçka që një gjetë në një mejhan ku gërmullohen njerëzit edhe flasin, qesin bejta paka shumë në mënyrën prap popullore, po me nuanca satirike. Kam futur pastaj aty edhe disa prej këtyre vjershave që u botuan te Libri i Burgut, po cilat i preka, se nuk dukeshin aq të mira edhe më hoqja një pjesë, shtova një tjetër. Domethënë kjo është një vepër e cila është pak e përzira, si thosh, në këtë mënyrë. Çuditën botën, e nuk çuditën kot. Qysh piramidat i ngreu faraoni, e Koloseum në Romaku ku Neroni shpalte vetën për etësat. Sklemnit i ban, ashtu ishtë zakoni. E kjo në gjante para nesh me mia mot. Po eni këtu, binduni ju sot, sklavën moderna jeni. Krasoni, sa 1/3, sa 1/5 punohen. E hoqë murin, lëngatën, torturën, rajt e thedha tjetës ja diktuan. Dhe jo të sasia gjakët, as e dhjamit, as të pejzit që mbushin armaturën, po të besimi ngullt, të forca e shkakut. Ajo na bajti qallë. Si lulefer nga rrota e qeles, shkullën rafsh me tokën, por që nuk shtrohet për me vdek, e kokën nesër djedhit plot uzdaj i pjerë. Ashtu, në rrotën që për ne që mokën, më shpirt në rdham duruëm në këta sketer. Lirina ndruëm të nata e bëmën sterë, e zemra tona atë për flamuar rokën. Se nuk dyshuëm në kur që shpejt havon nga ty naja rënd, atë dhe u do të shkumesh, dhe si një perlë nxjerrën prej fundesh, ma e bukur do të shkeqen të pesa jo. Vuaj, por qëndro. Merë zemër të këpurnia, tis duke përvoritëm, rroth shqipni. Fotografi familjare në plazhin e Durrësit. Vetëm pak muaj se Arshipipa të largohej nga Shqipëria. Së bashku me të motrën, pasi kalon në këtë vend punën me not, hidhet në Jugosllavi ku qëndron për një vit në Sarajevo. Nga sa na tregon dhe aty vazhdon të punoj, përkthej në gjuhën shqipe vepra të autorëve të vjetër latin. Pas një viti është në Amerikë. Punon për pak kohë si arkëtar në një restorant shqiptar, më pas si asistent pedagog për gjuhën italiane dhe më pas më ofruan një vend për të vllatur në Little Rock, Arkansas, edhe unë pranova, ura në kontakt me presidentin e doveja atje
si përgjëvënsuar personin i cili dirigjonte departamentin e filozofisë dhe të fesë, atje vjen bashkë të dyja në jugë. E bukur, unë vajta që të mësoj filozofia, po e gjeta vetën se duhet që të mësoja fe, atje se filozofia s'kishë rëndësi, ajo ishte si themi adi si një zbukurim, apo jo. Lënda kryesore aty ishte mësimet e Krishtit, mësimet e Jezu Krishtit. Edhe atë lëndë kam dhënë atje unë. Kam bërë ca kurse filozofie, po kam mësuar edhe Jezu Krishtit, kam mësuar atje. E ajo filloi të më pasionoi, për arsye se kisha natyrisht një background, edhe atij presidentit i thashin në fillim, po unë i thashun nuk jam katolik, po tha aty pamna se ke bërë filozofi të these, po ato i kam bërë, tha po da i dini, sigurisht ato gjërat kryesore i di për mi krishterizmin, i thash se kam bërë shkollën e jezuitëve. Po ishte puna që duhet flisja për mi Krishtin me i fjale, edhe unë do më thënë i lindur musulman fillova që të predikoj Krishtin atje. Naturisht ajo mënyra se si e jepja unë mësimin atje ishte ndryshme prej atyre se si e dëgjojshin ata prej prifterëve të tyre, prej pastorëve të tyre. Kështu që ajo ka qenë nofta kursi më interesant që i kam mësuar gjatë gjithë jetës time. Se edhe pati si thuash një efekt për mi nxënësit. Se dëgjonin kumbonën e pastorit, andej pas të i vinin dëgjonin kumbonën time, ata nuk përkiqin e me fjalë tjera në këtë mënyrë, i bëra që të kenë edhe kuptim kritik. E kam mbajtur për një kohë gjatë, ndofta mbaj akoma një paper, si duhen të shkruani në fund një paper, një si hartim për punën e Krishtit, e kam mbajtur edhe si kujtim. E aty fillova të kuptoj se kjo çështja e zezakëve ishte diçka e egzageruar, se në fund pash e di që mendjen e kanë edhe këto si gjithë tjerët, gjykojnë, shkruajnë mirë, po natyrisht nuk janë përgatitur. Po sikur të kenë përgatitur, sikur të venë në shkolla, këto janë po aq të mirë sa janë edhe më të mirët e të bardhëve. Andaj pastaj pata fatin që të hidhem në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley. E ky është një nga universitetet e famshme të Amerikës. Edhe po të isha aty, dhe më thënë, e kishë karrierën e siguruar, një fjalë. E aty këto janë këto ironit e historisë. Unë kisha vetëm një laur italiane, s'kisha gjë tjetër apo jo. Nxënësit e mi, se fillova të jap seminar pastaj atje. Nxënësit e mi, ata kishin të njëjtën diplomë sikur se e kisha unë. Edhe ata kishin laur, unë domethënë s'kishin më tepër se ata, po kisha moshën natyrisht një farë përgatitje ndoshta pak më zhvilluar se sa ata. E kam ndenjur 3 vjet aty. E në fund u largova për arsye se rash pak në bela për çështje politike. Departamenti ishte konservativ. Nxënësit, disa prej tyre me cilët kam akoma sot korrespondencë, ata si nxënësit morën pjesë në atë që u quajnë në atë kohë liria e fjalës, free speech movement. Edhe unë, si pat keq, u futa në këtë free speech movement, pa dhënë ndonjë punë të madhe aty, po bëra pjesë për shembull në këtë grupin e profesorëve që ishin për reformimin e shkollës në Amerikë. Gjithë jetën Arsipipa Kandiere ka përjetuar ndryshimet e botës. Ka menduar për të ardhmen e saj, e pse jo? Diku në kryengritjen magjare shkruar 30 e ca vjet më parë, para thot një Europë të bashkuar. Shikoni, mbi tanksat sulmon Samardhoku. Një vash prej dritarës granatën fërfëllon. Po ngre barikata Gjakoj e te bloku mashinën ka rokur poeti e gjëmon. Kush është që mas me e mrapa nguron? Për kombin martir, për shpirtin e lirë, o burra, për revolucion. E shojtën, ata që natë emen unë ngritën, arsye në vetë vetës ashtu tu imbarur. E shojtën, veç turrin, jo flaken, jo dritën, që andej në përshekuj vazhdon me buru, e jo veç aty, ku fizu, ku dhima, e dhuna e reshtë.
me gjak Budapeshti, Evropa e Bashkuar u paqësu. Këndej pastaj kam vatur në Minnesota. Në Minnesota më ofruan për një herësh titularitet. Atje kam vatur si associate professor. Atje vajta edhe për të organizuar këtë degën e italianë, si ishte departamenti në atë kohë, si ishte bërë akoma i frëngjishtes dhe italishtes, po u bë një vit më pas, e ata donin që të organizonin një degët italishtes më të fryqshme. E atë punë kam bërë pasaj atje, vajta atje, pranova emnimin atje dhe filluam me organizimin e degës italiane, u vendos një bachelor degrees i cili nuk ishte fort i qartë, e vajta gjeri sa propozova që të kishte edhe PhD, doktorat në italishten. E në fund u bë edhe ajo, e unë isha natyrisht profesori që i drejton të degën italiane atje. Në kohën e fundit pastaj futa edhe shqipen. Atëherë kam filluar që të botoj për mi letërsinë shqipe, për mi gjuhën shqipe. Kam botuar më tepër artikuj në revistat ndryshme italiane, gjermane. E kam filluar pastaj studimin e shtimtarëve arbresh. Se thash se ajo puna arbreshes vetëm mirë, se profesor italishtes isha unë, arbreshet natyrisht janë italo-shqiptar, kështu që nëpërmjet këtij kallëti, si të thuash, munda që të fus edhe shqipen në kurrikulumin e italishtes në këtë departament. Arshipipa është një studius i shquar i letrave shqip, i kulturës, sociologjisë dhe i politikës. Në studion e tij punon për orë të tëra, studion, shkruan, ka letërkëmbime, merret në mënyrë aktive me publicistik, gjithmonë i palodhur, kërkues me një stil të fortë polemik, esencë të mençur kritik, i jep përbotim artikuj, studime, libra të plot. Udhëton për në Itali dhe Gjermani ku boton dhe veprat kryesore të tij të përmbledhura në një trilogji, Albanika, Ku zën vend, Vargje folklorike shqiptare, struktura dhe gjinia, Jeronim Derada dhe i treti, Letërsia shqiptare, perspektivat sociale. Më pas boton librin me studime letërsia kontemporane shqiptare, pjesa e parë është për realizmin socialist, e dyta i kushtohet poezisë së Martin Camajt, shok dhe mik i tij, studius dhe poet i shquar shqiptar. Më pas boton Politika e gjuhës në Shqipërinë socialiste, ndërsa në vitin 1990 dhe libri tjetër i tij, Stalinizmi shqiptar, aspekte ideopolitike. Së bashku me studiusin e njohur Samir Epishti, boton studime për Kosovën. Si çdo intelektual tjetër i shquar, ai është lidhur shpirtërisht me gjysmën tjetër të kombit, Kosovën martire qysh herët, kur më 1955 shkruan lirikën Kosovës, që botohet vite më pas tek Libri i Burgut. Po kështu ka një botim special, Albanika, tragedia e Kosovës dhe aktorët e saj, veç shumë e shumë shkrimeve e fjalimeve në mbrojtje të çështjes kosovare, të vëllezërve e motrave tona të një gjaku. Arshipipa është një publicist i shquar, është president i Vatrës, Federata aq e njohur patriotike, është editor i gazetës Dielli, themeluar nga burra tanë të mëdhenj Noli e Konica. Në këtë gazetë ai shkruan shpesh artikuj të fuqishëm për çështjen shqiptare, për demokracinë, për shtetin e ri, për rrugën dhe vizionet e reja. Vepra e Arshipipës përmbledh me mira faqe, vite të tëra studimesh e punë të palodhur, vite të mbushur me lodhje, me brenga, por edhe me gëzime. Ai kthehet pas shumë vitesh në atë dhe, e sigurisht pas takimesh me miqtë e shokët e vjetër, me dashamirës të tij, me të rinjët e reja që duan ta njohin e ta dëgjojnë, me gazetare e personalitetet kulturës, me presidentin e Republikës, ai ndjen të shlodhet në gjirin e familjes, pranë motrave të dhëmshme e njerëzve më të afërt. Zdiku me fillu, unë kisha me thanë kështu. Me fillu ma mirë me ditën e ardhjes Arshiut, që është një ndër ditë më të gëzueshme të jetës teme, që fatkeqësisht i kam pas të pakta. Më vjen shumë keq që nuk e gëzova këtë vëlla, ashtu si dha të tjetrin.
Nëse ma e ke qenë si burnesh. Kujtimet që më lidhin me te janë shumëta. Unë kam kenë më vogla shtëpisë. Edhe kam kenë ndoshta të më përdheluna. Por arshion, unë krahas me vllai kam pas dhe mësuesin tem. Se ky mori dorë që isha shumë e vogël. Qysh moshën 10 vjeç, atëherë kur erdhi për Itali që kishte kryer studimet, edhe filloi me mësu. Për ti kam mësimet më të para dhe orientimin që të paktën deshta me marrë në jetë. Më kujtohet më pat fillu me mësu frënjishten. Edhe ishte një mësim i vështirë pak për mua, shumë sistematik. Dhe mbrëmje një viti unë qesh në gjendje që frënjishten ta fliqa shumë mirë. Filloj me iniciu, si më thanë, ka leximi i disa veprave që unë natyrisht në atë kohë nuk i kuptojsha se shumë nuk ishin dhe për moshën teme, pa aty u shifte prirja e tij për orientimin që do të më dhanë në jetë. Shpesh herë merrte me vedi në disa konferenca letrare që filluan më ban Tiranë. Isha vogël, nuk kuptojsha shumë, po mjaftonte prania e tij që më mban të madhe. U interesote shumë për studimin tem që bajsha atëherë në muzikë. Takoj edhe me mësuesin në muzikë si kisha atëherë. Ishte i gatshëm në çdo drejtim. E kishte shumë dëshirë që të më fuste dashurinë për poezinë. Kështu, me burgimin e tij dhe me vrasjen e vllaut tjetër, fëmia një më marroi. Filloi një periudhë shumë e keqe. Te lashe mas te lashesh që nuk duhet më ndaj ty përmend gjithmonë se s'ka kuptim ma kjo punë. Studimet u ndërprejnë të gjitha gjanat, por kontaktit kanë qenë të vazhdueshme. Unë kam qenë pak më e madhe, edhe kam pas arshion profesor në shkollën e Institutit Nana Mretnesh, ka qenë në Tiranë, në klasën e parë gjimnas. Ai ka qenë një profesor i mirë, po edhe pak i rrept. Po për mua herë ka qenë shumë i rrept, se edhe kur ishte në shtëpi e pyetje në gjë, jo vetëm që nuk tregonte, po më thonte që i përgatitur mirë, se ndryshe unë të ul më shumë nota se sa duhet. Kështu që gjithmonë isha detyruar me mësu shumë, edhe shumë rrallë më pyeste shumë rrallë. Profesor Arshion, unë e kam njohur që kur isha fëmijë, sepse ne kena pasur edhe lidhje familjare pa përmendur të tjera. E mbaj mend shumë si djalë të ri, djalë tepër simpatik, jo vetëm nga paraqitja, por kryesori është nga sjellja. Njeriu butë për natyrë, i urtë, fjalë pak, ka folur ashtu si flet sot në pleqëri, ka folur gjithmonë me izet ulët, sepse arsyeja nuk ka nevojë të bërtasi. Unë kur kam qenë në burgun e Durrësit, kam patur fatin të jetoj me ca lebër, të cilit ishin gjenial për sa i përket memorjes, edhe i dinin këto këngët labe një mënyrë domethënë që ishte një oficer, i harrova emrin tash, një mentoger, ai ishte një burim i pashterë. Kam mbledhur nga këto, kam mbledhur pastaj edhe nga folklora kosovare ca, e shqiptare në përgjithësi. Aty kam gjetur ca nga vjershet më të bukura që lirike. Doni t'ju them njërin prej këtyre që më duket si kryevepër? Ja, është kështu, më bënet në ëndër sikur shoh një femër, sikur qesh e loz me të. Kur ngreçë, zgjeçë gjë, desh të vrasë vetën. Unë vetën e se vralla, po zura kokën e qalla. Erdhi një plaki më pushoj. Heshtu birë se këndej shkoj. Ta dinja e kisha zënë, me duar ta kisha vënë. Thot, më falë, harrova të varmën më të bukur. Heshtu birë se këtu shkoj, dhëntë mi vrau e mi verboj. Ta dinja e kisha zënë, me duar ta kisha vënë. Kjo është kujtoj në vjershat më të bukurat që ka letërsia shqipe. Se ka një fines, ka atë humorin e plakut i cili më shuvën djalin, po ka atë elementin mitologjik të zanës, apo jo. Gjirokastër ishe zonjë, Gjirokastër mbeç pelonjë.
Kape vrave një shqiponje, lepa këng 1 milion. Në Stambol një lajmë gëzimi, thonë u zu Shem Obrahimi. Qysh u zu, ku zi e trimi, 9 vjet në mal firar se nuk desh të vej ushtar. Zvete tha, s'ja kam ngene, dhe 9 vjet brodhi dhene, Rumelin edhe Morel. Qysh e futen pra në lak, mas u lol, mas u mplak, u mërzit nga qeta val, mos i shkrep, i ra një mal për një stan, për një kope, për një stan në Valare, për fëmijët, për gruan e re, u kanë disë se do t'a falin. Jo, mor, jo, nuk unë plak hajduti, as u lol, as falje luti. Po s'mendoj se do t'a shes kusheriu me t'pabes, faqeziu, i shtroj gosti, me misht pjekur e raki, e kalzoj me qeveri. Në podrumet e kalasë, vjen Hysni Pashaj t'i flasë. Ja leroni calitarët, fol hajdut, tregot e vararët, se ke djegur e plat shkitur, se ke shtypur e neveritur ligjet, forcen e sultanit, kundër dinit edhe vatanit, vilajetit ka dhe datën. Të kam ndjekur, ditën, natën, dimër verë që nga prapa, shemo, më në fund të kapa. O pasha, që flet mbi fron, nuk jam ashtu si më gjykon. Me kosha dhe me gjandar me ke ndjekur të kam vrar, për haraq të marr armikut, për grabitjen e qiflikut të një beu të një agaj, mirë pa, se pas kam faj. Po të thot njeri, se rëmbeva dhe në dhi, nga një bujk, nga një bari, unë i dhash Varfanjakut, Zoti e di edhe marthakut, edhe qupa kam martuar, pleq bonjak kam dimuar. Se s'thash peqe lepe, për një zame, për gjelepe, për një mbret në vend të ti që as me di, as e di, jam hajdut. Pëlqej më mirë të roj malesh ujk i lirë, se sa balo me zingjir. Shemo, nesër që me natë, të këtil ligjerate bëja lakut edhe rapit. Nuk pres mëshirën e kasapit. Amanet pasha një gjë, porosi lule si lë të martohet. E grabita, kur i shfoshnje, vete rrita. Është re, njeri nuk ka, fëmijet t'i jepen t'i mëdha. Gjirokastra male brigje, qanë një grua, qanë me ligje. Se të njoha korba, kur lulja jote s'merë në burë. Doris djemte, tu kal zjarë, hakën tëndë për ta marë. Pasuri, o gjak nuk dua. Do të brel krua me krua, të dëgjoj këmet e tua. Duhet thënë që në fillim që Arshipipa është një figurë poliedrike, është një figurë të cilën mund të radhisësh pa frikë, së bashku me Fanolin dhe me Faik Kornicën. Kujtohet një që një emision i BBC-s, duke folur për 3 figurat më të shuara të antikomunizmit, radhit Solzhenitsinin në Rusi, radhit Gilasin në Jugoslavi dhe Arshipipën shqiptar në emigracion në Shqipëri. Në Amerikë, në emigracionin shqiptar. Duhet të them që Arshipipa është një personalitet i një formati europian dhe botror. Mirë po është e çuditshme se si ne jemi të prirur që personalitetet tonë të mëdha të mos i pranojmë për një herë. T'i vëmë në dyshim personalitetet tonë të mëdha. Kjo, sidomos kur ato kanë fajin e madh që të jenë mbrojtës të zjarrt të çështjes kombëtare. Jo njëherë personalitetet më të shuara të kombit shqiptar e kanë psu atëherë kur i kanë dalë zot kombit të tyre. Për shembull, Vincenc Përnushi vdiq në burg nga që kishte fajin e madh se ishte më tepër patriot nga ç'duhej. Gjergj Fishta në Shqipëri ka qenë një autor i ndaluar, një autor të cilit nuk mund të artikuloj emri, pale pasoj të lexoj apo të studioj vepra,
sepse kishte fajin e madh që ishte anti-serb dhe anti-slav. Kombi shqiptar duhet ta konsiderojë Arshipipën, ashtu siç tha dhe zoti Sali Berisha gjatë vizitës në Amerikë, duhet ta konsiderojë si njëri ndër bijtë e vet më të shquar të kulturës së vet, të kulturës kombëtare edhe të gjithë kombit shqiptar. Arshipipa, poeti, studiusi, përkthyesi, kritiku, analisti, politikani, filozofi e pedagogu, është kthyer në atë dhe. I larguar nga mospajtimi i tij me regjimin totalitar, vjen përsëri në vendin e të parëve ky personalitet i shquar i kulturës kombëtare. Ai nuk i shputi kur lidhjet me Shqipërinë dhe fjalën shqipe. Krijoi në shqip, e studioi në lëmin e letrave shqipe, duke dhënë një kontribut të madh në mbijetesën e kulturës shqiptare. Vepra e tij poetike, si shkruan një studius, është një autoportret i vuajtjeve dhe i dhimbjeve të tij në një jetë plot peripeci. Një jetë jo si gjithë të tjerat, e vënë në balë të kulturës demokratike që po hedh themelet në Shqipëri.